Përshëndetje, jeni me edicionin më 3 të lajmëve 21 minuta. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza, pas takimit që ka zhvilluar me presidentën Vjosa Osmani, ka thënë se me dekretin për shpërndarjen e kuvendit ka vepruar në përputhje me përgjegjësi dhe obligimet e veta, por se ka shtuar se megjithatë për PDK-n do të pranojë çdo vendim që gjykata kushtetuese do të nxjerrë për këtë çështje. Pas takimit të thirrur Osmani për përcaktimin e datës së zgjedhjeve, Hamza ka deklaruar se nuk ka pasur vullnet nga lëvizja vetëvendosje që vendit t'i jap president. Dhe në përmbushje të përgjegjësive të mia sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, neshëm në takimin e ftuar nga presidentja e vendit, ku diskutuam edhe për mundësinë e datës së organizimit të zgjedhjeve tashme. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president. Ne dim kaluam çush ka shku. Zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudat. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk më vendos via truqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Ku fol që ka mundësi edhe për marrëveshje politike parse me kriju qeveria, nuk e kemi prit as kantedera për me naftu, mirë po nuk kemi qenë refuzues as për këtë çështje. Ju po më përgjigj gjitha ftesa për takime, nuk më shkon ato detalet se ku po mo takimi, kur u bë ftesa, çu bë ftesa, këtë ka qenë qëllimi që vendit me dho institucione, vendit ketë stabilitet. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëmir Abdigjiku, pas takimit me presidentën Vjosa Osmani, tha se nuk është caktuar datë zyrtare për zgjedhjet, megjithatë deklaroi se LDK-ja është e gatshme. Patëm diskutime zyrtare për datën e zgjedhjeve, kurdo që presidentja e vlerëson në afatin kushtetues të rregullt brenda parashikimeve kushtetuese, ne jemi gati, tha Abdigjiku. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj pas takimit me presidentën Osmani ka dhënë 3 data të mundshme për zgjedhjet, që janë 5, 12 dhe 19 prill. Ai ka kritikuar lëvizjen vetëvendosje për mos pjesëmarrje në takim, ashtu si edhe adresimin e kësaj partie në gjykatën kushtetuese për dekretin e presidentës për shpërndarjen e kuvendit të premten. Sapo përfundoi takimin e thirrur nga presidentja e vendit, sikur se e dim edhe presidentja u sqaru se nga mesnata dje ka fillu veç afati 30 ditor, pra është humbur mundësia me u zgjedh presidentja apo presidentja në afatet kushtetuese. Rrjedhimisht presidentja pra ka vepruar mbas të obligimeve kushtetuese që ka, dekretin për shpërndarjen e parlamentit vendit. Nikosisht sot pra jemi pyet për datën e zgjedhjeve dhe për veprimet që pasojnë matutje. Që thëmë drejtën nuk ka diçka të re, pra jemi në autopilot, thash edhe më herët, të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Një shije e keqe ishte mos pjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës. Kuptohet edhe lista serbe mungoj në takim. Është pa kuptim mos pjesëmarrja e tyre. Ne opozit, kur s'jem pajtu me shumë vendime të presidentës, të qeverisë, me shumë situata dhe prap kemi përfasue në takim të partive politike, mosarja e tyre sot qoftë dhe me mendimet kundërta, për t'i ballafaqu, për t'i paraqit ato në këtë takim, që është më i lartë i mujshëm i partive politike parlamentare me presidentin e vendit për një temë kaq të ndihshme, është një lloj fyrje, po them, edhe një herë për vendin, për Kosovën, për institucionet. Kutit ju kanë përgjigj në takime kryetaret e partive opozitare një nga një, edhe shumë herë ka pas konsulta, mosarja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull. Mendoj që edhe adresimin gjykatë kushtetuese është edhe ajo një fyrje në vete. Presidentja Vjosa Osmani ka nxjerrë dekretin e saj për shpërndarjen e kuvendit pasi deputetët të mbrëmë dështuan ta zgjedhin presidentin e ri.
Sipas presidentës, dështimi erdhi për shkak të njerëzve të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. E sajtës, deputetet e kuvendit dështuan të i përmbushin afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Si pasojë e kësaj, presidentja Vjosa Osmani mëngjesin e së premtes nxori dekretin për shpërndarjet e kuvendit, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Presidentja tha se ka të qartë se dekreti i saj mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese nga partitë politike, por shtoi se është krenare dhe e gatshme të ballafaqohet me gjithë secilin për këtë çështje. Dhe dua ta them hapur, kur nuk kam qenë më krenare se sa me këtë vendim. Jam shumë më e qetë të përballem me një kontestim për veprim në mbrojtje të kushtetutës, sesa për mos veprim kur rrezikohen themelet e saj. Sipas presidentes, kushtetuta nuk është tekst ceremonial, mbi të cilin përfaqësuesit politik mund të kenë interpretime të ndryshme, por është kufiri që politika nuk mund ta kalojë dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Sipas saj, dështimi për zgjedhjen e presidentit nuk ishte rastësor dhe i pamenduar. Përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues. Ne po ndërpresim seancën do të njoftohemi. Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu mbrëm ndërpreu punimet e seancës për zgjedhjen e presidentit të ri në mungesë të kuorumit, duke lënë të hapur mundësinë për thirrjen edhe të një seance tjetër për këtë çështje, por presidentja Osmani tha se kushtetuta nuk lejon zvarritje të procesit. Se një kuvend që nuk arrin të zgjedh presidentin nuk mund të vazhdoj pafundësisht të zvarris procesin siç po tentohet, por përballet me një mekanizëm të qartë kushtetues që çon në shpërndarjen e tij. Deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të kryer këtë detyrë kushtetuese nga momenti i konstituimit të tij. Lëvizja vetëvendosje mbrëm ju drejtua gjykatës kushtetuese për interpretim sa i përket mosprezencës në sallë të deputetëve të opozitës, por presidentja tha se asnjë kërkesë në gjykatën kushtetuese nuk e pezulon rrjedhjen e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Pas shpërndarjes së kuvendit, sipas procedurave kushtetuese, presidenti jafton partitë politike për takim konsultativ për caktimin e datës së zgjedhjeve. Sipas saj, qytetarët nuk kanë dashur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, sepse një shtet nuk dobësohet vetëm nga krizat e jashtme, shpesh dobësohet nga momentet kur institucionet e tij abuzohen për kalkulime të ulta e në kundërshtim me kushtetutën. Presidentja Osmani ka sqaruar edhe hapin që ndërmori një ditë më parë, duke dorëzuar në kuvend amendamentet për ndryshime kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli. Veprim ky që shtyu partinë në pushtet të thras seancë të jashtëzakonshme. Këto amendamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm. Pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vetë amendamentet, për të gjithë ata që i kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Sipas kushtetutës, zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditëve. Lëvizja vetëvendosje do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Shefja e grupit parlamentar të kësaj partie, Arbriena Gavci,
Në një konferencë për media ka thënë se dekreti për shpërndarjen e kuvendit është i paprecedent dhe antikushtetues. E cila aktualisht vazhdon të jetë presidente e Republikës së Kosovës, ka obligim institucional, kushtetues, personal, të tregoj me emra dhe mbi emra kush janë këta njerëz të papërgjegjshëm. Dhe mbi gjitha, nëse janë njerëz të rrezikshëm, jo vetëm se duhet ta bëj të qartë për qytetarët, por edhe është mirë të tregoj, nëse ka qenë në njëri të këtyre planeve, çfarë ka ndërmarrë ajo si presidente që t'i pengoj këto plane të rrezikshme. Është obligimi i saj dhe është përkeqardhje të dëgjohet një deklaratë e tillë. Do të shohim shumë pak, unë nuk besoj që ka asnjë arsye të merret pjesë në një takim të tillë, për faktin e thjeshtë, siç e tham, se ky është një veprim jo vetëm që Gjykata kushtetuese ka konfirmuar për Radio Televizioni 21 se ka pranuar në mënyrë elektronike kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së procedurës për zgjedhjen e presidentit dhe vendosjes së masës së parakohshme. Kushtetuesja tha se do të dalë me një vendim pasi që të shqyrtohen të gjitha aspektet kushtetuese. Vendimi do të merret pasi të shqyrtohen të gjitha aspektet kushtetuese të pretendimeve të bëra në kërkesë nga pala parashtruese në përputhje me Kushtetutën, ligjin për gjykatën kushtetuese dhe rregulloren e punës së gjykatës, thuhet në konfirmim. Në 28 vjetorin e epopesë së ushtrisë shërimtare të Kosovës, që shënohet me datat 5, 6 dhe 7 mars, të premtën qytetarë të shumë kanë bërë homazhe në varrezat e jasharëve në Prekaz. Atje kanë qëndruar edhe lider politike komunal. Më 5 mars 1998 ka nisur sulmi i tretë i forcave serbe ndaj komandantit të UÇK-s Adem Jashari, familjes së tij dhe lagjës së jasharëve në Prekaz të Skënderajt. Luftimet kanë zgjatur për 3 ditë, më 5, 6 dhe 7 mars. Nga familja e ngushtë e Adem Jasharit janë vrarë 22 anëtar, bashkë me 33 banor të lagjës dhe të tjerë. Kryeministri Albin Kurti, bashkë me kolegët nga ekzekutivi, kanë bërë homazhe në Prekaz në shënimin e 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s. Kurti e quajti Prekazin kryeqendër të kryengritjes shqiptare, vendin ku ja rikujtojmë vetes çmimin e lartë që është paguar për shtetin e pavarur dhe sovran. Bashkë me kolegë nga ekzekutivi dhe legislativi, në ditën e dytë të përvjetorit 28 të epopesë së ushtrisë shërimtare të Kosovës, erdhëm këtu në Prekaz, në këtë kryeqendër të kryengritjes shqiptare, që të bëjmë homazhe, të vendosim lule të freskëta dhe t'ja kujtojmë e përkujtojmë vetes son çmimin e lartë që është paguar për shtetin e pavarur dhe sovran, për çlirimin e Kosovës, për lirinë e popullit dhe të qytetarëve. Nga Baba Shaban e Nëna Zahide e deri te Blerina e vogël, 3 breza të jasharëve për 3 ditë rresht ndodheshin në një rrethim të shumë fisht e të hekurt të Serbisë pushtuese e okupatore, e cila me mira forca policore e ushtarake, me makineri të rëndë, shkrepi me mira predha e plumba mbi këtë familje që është simbol i kombit tonë sot. 3 brezat jasharëve, gjatë atyre 3 ditëve, u flijuan për çlirimin e vendit, për lirinë e popullit, për Republikën dhe për bashkimin tonë. Andaj familjes Jashari, ne ja kemi borxh të përjetshëm e të pashlyeshëm angazhimin e përditshëm që të ruajmë e të mbrojmë shtetin dhe të drejtat e lirit e qytetarëve pa dallim. Sot Kosova ka ushtrinë e saj, e cila natyrisht që është amanet i kryekomandantit Adem Jashari, i cili bashkë me vllaun e tij Hamzën
para se të binin heroikisht në luftë pa barabart me forcat armike, për 7 vjetë kodrave e maleve të Drenicës, e të Kosovës, e të Shqipërisë, qëndruan, e vepruan, e organizuan ilegalisht atë që më pastaj bëhet kryengritje gjithë popullore, bartëse së cilës ishte ushtria e lavdishme qlirimtare e Kosovës. Andaj këtë ushtri që po e avancojmë edhe për nga aftësit, edhe për nga madhësia, e shohim gjithashtu edhe si një përmbushje të idealit të atyre luftarëve të orëve të para, të cilët teksa ndronin për çlirimin e vendit tonë, njëkohësisht punonin për ushtrin e popullit tonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari dhe familjes Jashari për sakrificën e tyre sublime, e cila është në zemër të historisë popullit tonë, të çlirimit tonë e të shtetëndërtimit tonë demokratik. Bedri Hamza, bashkë me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, kanë bërë homazhe në Prekaz me rastin e epopesë së UÇK-s, ku kanë nderuar sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë të rëmbëve për lirinë e Kosovës. Ai tha se ndodhen në Prekaz për të shprehur respekt dhe për të bërë nderim në themelet e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, duke theksuar se ky respekt duhet jetë gjithmonë deri në përulje. Bashkë me strukturat e Partisë Demokratike, jemi këtu për shpreh respektin, për bën nderim në themelet e lirisë dhe pavarësisë të Kosovës, gjithmonë respekt deri në përulje, çka do që të bëjmë na. Nuk është e barazvlefshme me veprën dhe sakrificën që kanë bëhe Jasharajt. Gjithmonë respekt, deri në përjetësi, dhe kjo është një vend ku neve do të me na frymëzu, me punu për të ardhmen e shtetit tonë dhe fëmijëve tonë. Faleminderit. Pesë ushtrisë lirimtare të Kosovës, homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, ka bërë edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, i shoqëruar edhe nga anëtarë të tjerë të partisë. Abdigjiku tha se sakrifica e familjes Jashari përbën një rilindje të ndërgjegjes kombëtare. Sot nderojmë dhe lartënojmë aktin sublim, të jashtëzakonshëm të familjes Jashari, të sakrificës së tyre për lirinë e Republikës Kosovës. Sakrifica Jasharave 28 vite më parë e familjes, e Ademit dhe 56 anëtarëve të tjerë, është rilindje e ndërgjegjes son kombëtare. Përpjekja për shuarjen e trungut familjar të Jasharave ishte përpjekje për shuarjen e popullit Kosovës, qëndresa në epopejën e madhe të UÇK-s ishte qëndresa vetë popullit Kosovës. Sot kujtojmë dhe nderojmë këtë sakrificë të jashtëzakonshme dhe mbi këtë sakrificë rikujtojmë vetëm vazhdimisht se sa shtrenjtë dhe mbi gjitha sa shenjtë është liria që e gëzojnë këta fëmijë sot këtu që i pamë në këtë tempull të lirisë të popullit shqiptar. Lavdi jetës dhe veprës së Jasharajve, qofti përjetshëm kujtimi për ta, e mbi gjitha e meritofshim me faqebartësi sakrificën e tyre secilën ditë. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj i bëri homazhe në Prekaz. Haradinaj tha se epopeja e UÇK-s na kujton përpjekjet për liri ndërshekuj, bashkëluftëtarët e rënë dhe se edhe ëndrat më të mëdha bëhen realitet kur je i vendosur dhe në të drejtën e Zotit. Edhe pse koha kalon, ndjenjat edhe përqimi ose porosia që ka shku për Prekazit është e përjetshme. Nderimi për trend për liri, për familjen Jashari, për komandantin legjendar është i përjetshëm, e po ashtu edhe besnikëria ndaj vendit, ndaj detyrave që na dalin janë të përjetshme. Më vjen mirë kur shoh kaq shumë njerëz, më vjen mirë që isha që vinë nga gjitha anët e atë tonë, jemi vërtet mirë njerëz të gjithëve. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, Eli Ahmeti, ka bërë homazhe në Prekaz me rastin e epopesë së UÇK-s, ku ka nderuar sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë të rënëve për liri.
A i tha se liria fitohet me gjak dhe se në prekaz u dëshmua sakrifica e një familje të tërë që qëndroj krah për krah me burrat dhe vlezrit, duke u fliuar që nga ajo flak të lindin liria, pavarësia dhe drejtësia. Jemi në vendin ku është bërë një betim se liria fitohet me gjak. Ajo nuk falet, por fitohet. Këtu dëshmua që e tërë një familje rri krah për krah me burrat, me vlezrit dhe digjen në flak, që nga jo flak të lind liria, pavarësia e drejtësia. Prandaj këtu sot është e tërë Kosova, sot këtu nuk ka parti politike, por ka një betim që do i dalim Zot dhe do e mbrojmë identitet e dignitet të ushtrisë qirëmtare të Kosovës, sepse këtu janë rajat e shtetit më të ri të Europës. Lavdi të gjithë peronëve për liri, lavdi veprës Adem Jasharit, Hamz Jasharit, të gjithë herojve të prekazit dhe të gjithë herojve të Kosovës, lavdi të gjithëve. Kolegja Valmira Hoti zhvilloi një bised me një vajzë që për herë të parë mban uniformën e babait, veteran i luftës së UÇK-s. Kam veshur uniformën e prindit që ka bartë raj gjatë kohës së luftës së fundit në Kosovë, si pjesëtar i ushtrisë qirëmtare të Kosovës. Ardha deri këto, domethënë nuk është vetëm një vizitë për homazhe, nuk është vizitë thjesht simbolike, është një kujtesë për sakrificën e madhe që është bërë për lirinë që ne e gëzojmë sot. Ne si mësimdhënës e kemi bërë obligim që t'i flasim breza vetërinë për sakrificën, për gjakun e derës për këtë vend dhe për sfidat tash që na rrethojnë tash tutje. Është hera parë që ne veshur uniformën e prindit tuaj që është veteran? Po, është hera parë. Ishte hera parë. Si po ndjeni? Keni emocione? Ndjem jashtëzakonisht emocionuar dhe në të njëjtën kohë dhe e privilegjuar që ndjem në vetën e kësaj uniforme. Po mbani edhe fotografinë e komandantit? Po. Po, kemi ardhur për homazhe me shkollën tonë. Këto, çdo vete kemi festuar epopenë e ushtrisë qirëmtare të Kosovës. Si vlerësoni sakrificën e familjes së E vlerësojmë, ne përkulemi para varrezave të Jasharajve, para varrit të Adem Jasharit dhe familjes së tij, me shumë përkulemi me shumë emocione, me shumë dhimbje, në njëjtë kohë dhe krenari. KFOR ka reaguar ndaj pretendimeve që po qarkullojnë në rrjetet sociale se NATO ka lëshuar raketa nga kampi Bonstil apo objektet të tjera të NATO-s në Kosovë drejt Iranit, duke i cilësuar ato si të pavërteta. Në një njoftim për media, misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë thekson se ky pretendim është i rrem dhe se NATO e hedh poshtë plotësisht një gjë të tillë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka bërë të qartë se NATO si organizat nuk është e përfshirë në fushatën aktuale ajrore kundër regjimit iranian. Tutje thua gjithashtu se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të luajnë rol kyç në mbështetjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal në kuadër të misionit të KFOR-it. On a regular basis, my unit conducts patrols, contribute to the security and... Ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.